Përshëndetje të nderuar miq, përshëndetje të dashur ndjekës të kanalit Monitor TV. Ja ku po takohemi sërish së bashku për t'i dhënë vëmendje dhe për të ngjallur tek ju në fakt le të themi për të shuar një reagim dhe disa komente që po përfliten lart e poshtë se kë mund të ketë takuar Rozana Radi në dhomën e dëshirave. Ka qenë para 2 ditësh në momentin kur doli dhoma e bardhë në transmetimin të drejt për drejt në Top Channel, në Big Brother 1 dhe Big Brother 2, teksa Gerta Gixhari dhe Laerti po bisedonin në verandë, Rozana Radi thërritet në dhomën e dëshirave dhe kamera e cila është e pozicionuar prej tek ura që lidhen banakun e Lori Kafes dhe njëkohësisht verandën, kamera e cila është e pozicionuar aty ishte direkte në transmetim drejt me dhomën e dëshirave që transmeton të Rozanën duke hyrë, dikush po buzëqesh në momentin që Rozana po e hap derën dhe Rozana në fakt po befasohet. Tani, pikpyetjet janë shumë të mëdha. A ka qenë psikologja me të cilën Rozana do fliste për jetën e saj, për të kaluarën e saj, për dhimbje që e ka kaluar, ku të shtunën do të transmetohet jeta e Rozanës dhe do të transmetohet një piknisje e jetës së saj, këtë gjën nuk e dim. Por mbi të gjitha, dikush ishte ku publiku tashmë amencon dhe shpreh dyshime që personi i cili fshihet mbrapa asaj dere dhe personi i cili qëndron mbrapa asaj dere mund të ishte Andeta, motra e Rozanës. Në mbrëmjen e pardjeshme në shtëpinë e Big Brother VIP Albania, ndodhi një ngjarje pazakon që tërhoqi vëmendjen e të gjithë banorëve dhe audiencës. E gjithë ngjarja nisi kur Rozana Radi, një nga banorët më të njohura të këtij edicioni, u thirr për të shkuar në dhomën e dëshirave. Ashtu siç ndodh zakonisht. Rozana e la aktivitetin që ishte duke bërë dhe u drejtua në dhomën e dëshirave, duke ecur me një emocion të ndjeshëm. Ajo po hapte derën, kur një moment i papritur ndodhi. Brenda dhomës një person i papritur e priste Rozanën, që fillimisht mund të ishte befasuar. Shprehu me njëherë një reakcion të ngrohtë, do të thënë Rozana kur e hapi derën u stagnua, do të thënë shtangu i çik, edhe pastaj filloi që të hyj brenda sepse ndoqja me vëmendje këtë pjesën unë, dhe personi dukej që e priste, shprehu me njëherë një reakcion të ngrohtë dhe emocionues. Në atë moment ndodhi një skenë që nuk pritej. Shumë nga fansat u mbushën me kuriozitet dhe disa aludime u nisën me njëherë për identitetin e personit të fshehur në dhomën e dëshirave. Sipas disa thashethemeve dhe aludimeve, bëhet fjalë për motrën e Rozanës, Andeta, e cila kishte ardhur të vizitonte motrën brenda shtëpisë së Big Brotherit. Motra e Rozanës, e cila ende nuk është identifikuar me emër, ka mundur të ketë ardhur për t'i bërë një vizitë surprizë dhe të mbajë një moment privat me të. Çuditërisht, deri më tani askush nuk e ka komentuar në mënyrë të drejtë për drejtë këtë ngjarje. Nuk dihen ende arsyet e kësaj vizite misterioze, e cila ka mbetur e paqartë për publikun dhe për banorët, edhe pse askush nuk ka folur hapur për këtë moment. Emocionet dhe surpriza që u krijuan gjatë kësaj skene kanë lënë një ndikim të fortë tek ata që po e ndjekin spektaklin. Për momentin gjithçka është ende akoma e paqartë dhe mbetet për t'u zbuluar nëse do të ketë më shumë detaje që mund të shfaqen gjatë ditëve të ardhme për shfaqjen e Big Brother. Do me thënë, dyshimet janë shumë të mëdha se kush mund të ketë qenë në dhomën e dëshirave. Them edhe një herë, mund të ketë qenë psikologja ku banorët të takohen, por ne nuk duam të besojmë që banorët kanë takime brenda këtyre dhomave, ne nuk duam të besojmë që banorët të takojnë familjarët e tyre, ne e dim që këto janë të izoluar, ne e dim që këto nuk kanë informacion nga jashtë, edhe pse më lë për të dyshuar, për shembull Gerta, e di e çfarë ndodh në shtëpi dhe kur ajo nuk është prezente aty. Unë jam shumë i bindur që Gerta shpirt të bekuar nuk ka. Unë jam shumë i bindur që Gerta Elvia nuk është. Dhe unë jam shumë i bindur që Gerta merr informacione në dhomën e rrëfimit. Tani është pa drejtësi kundërdrejt banorëve të tjerë që Gerta të ketë këtë informacionin. Të paktën këtë shqetësimin në një komentim live e ka shprehur dhe Fifi, që Gerta ka informacione pafund brenda shtëpisë dhe kjo është e padrejtë
kundërdrit banorëve të tjerë. Për shembull, është e padrejtë ndaj gjestit, është e padrejtë ndaj ndanjës, është e padrejtë ndaj Olës, ndaj Osit, ndaj Viselos, ndaj të gjithëve. Tani Gerta do të thonë po suportohet nga ana e produksionit. Po e njëjta gjë siç po shoh po ndodhen dhe me Rozanën. Tani nuk është e bukur që gjesti të ri të qaj ke shtëpia tërkohës, edhe të doj të takoj nënën e tij apo të doj të thotë unë dua të ikin në shtëpi, dhe në anën tjetër për shembull Rozana Radi të takoj dikën në dhomën e rrëfimit, ose në dhomën e dëshirave, ose Gerta të shkojë në dhomën e rrëfimit edhe të marrë informacione nga aty brenda se çfarë po ndodh, sepse produksioni do ta suporton dhe do ta çojë në finale. Kjo gjë mua më duket e padrejtë dhe më duket çnjerëzore në momentin se si po bëhet loja dhe si po bëhen ngjarjet. Unë shpresoj që të kemi një sqarim se kush ka qenë personi që është më i dukshëm në kamerë, do me thonë videon e keni virale në rrjetin social TikTok, e ka publikuar TikToku Happy. Ne nuk mundemi, se unë e kisha publiku me një zemër, po nuk mundem do ta publikoj sepse produksioni blokon më pas video tona. Dhe për këtë arsye do kisha dashur të marr një mendim dhe një qëndrim, a ju duket ju arsyeshme që dikush po merr informacione, sepse derisa Gerta vi në shtëpi hapurazi dhe e thot një situatë që thot unë e di këtë situatën, do me thënë i bie që ti automatikisht ke patur informacion nga diku, do me thënë ti merr informacione nga diku, ti dikush të jep informata, dhe kjo është në fakt pak e pa imagjinueshme për mua, sepse këto thonë që banorët janë të izoluar, por banorët siç duket nuk e kanë izolimin 100%, ato kanë takime, kanë emocione, kanë pasione, etj, nuk dua të hyj në gjëra edhe më detale, por mbi të gjitha dua të marr mendimin tuaj se për këto aludime që fliten, nuk e besoj që ka qenë motra e Rozanës Andeta, sepse Andeta nuk është se është natyra e këtillë, do me thënë Rozana e ka përshkruar për një natyrë krejtësisht ndryshe nga mënyra se si Andeta është, por mbi të gjitha dyshojmë që mund të ketë qenë edhe një psikologe në qoftë se Rozanës do t'i jepej linja e jetës së saj. Dua të marr mendimin tuaj si gjykoni ju këto dy banore dhe si ju duken në strategji që po ndodhin në Big Brother.